Redo Makashi është një këngëtar I cili ka ecur me hapa të sigurt në jetën artistike, por së fundmi, familja e këngëtarit është përballur me një humbje të madhe. Babai I tij është ndar nga jeta. Babai I Redonit është aktori I njohur Fiti Makashi, I cili ka luajtur me 10 role si në kinema, ashtu dhe në teatr. Në këto momente kaq të vështira për të, Redoni ka thënë: "Unë akoma nuk mund të besoj se babi më është ndar nga jeta, ende më duket si ëndër. Babi im ka patur një jetë jo shumë të lehtë, sepse pas ndërimit të sistemit e hoqën nga puna dhe ai, së bashku me mamin, u detyruan të shkojnë në Amerikë për të punuar andej. Më dhëm kur e kujtoj, por sa herë që babi im kthehej nga Amerika, dukej gjithmonë më I plakur. I thoja, boll, mos punoni më." Prindërit e mi ngelën pa punë dhe u detyruan të punojnë në Amerikë për 15 vite rresht. Amerika ishte e vështirë për babin tim në atë moshë ai shkoi. I pyetur nëse babai I tij kishte ndonjë peng, Redoni me lot në sy tha: "Unë nuk mund ta fshet e vërtetën, po, babi im iku me një peng të madh. Ai e vuajti shumë faktin që sa ishte gjallë, nuk u respektua nga instancat për të gjithë kontributin që ai ka dhënë në art. E la në harres dhe për këtë pjesë ai vuajti shumë", tha me slotësh këngëtari. Megjithatë, unë sot jam I lumtur që kam pranë shumë shokë dhe miq të babit që ma kanë zbutur dhimbjen, por në vendin ton është për të ardhur keq që artistët nuk vlerësohen asnjëherë sa janë gjallë.